Komuna e Tetovës informon qytetarët e në veçanti banorët që jetojnë në afërsi të bulevardit Blagoja Toska se njoftimi shpërndar së fundmi tek disa qytetarë dhe që po qarkullon në opinion nuk është njoftim zyrtar i komunës së Tetovës, por një dokument i falsifikuar nga persona të panjohur. Në këtë njoftim, që është denoncuar nga komuna e Tetovës, thuhet se pasi që ka urdhër që në rrugën Vllezërit Milladinovi për një muaj do të nisë rënimi i barakave nga shkolla tekstile deri tek Mema, ju njoftojmë që të merremi vesh që kjo të bëhet me para ose banesa. Komuna e Tetovës ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore dhe rasti tashmë është denoncuar në policinë e Tetovës për zbardhjen e plotë të tij. Rikujtojmë se çdo informatë zyrtare publikohet dhe shpërndahet ekskluzivisht përmes kanaleve zyrtare të komunës së Tetovës. Nga komuna e Tetovës bëjnë thirrje tek qytetarët dhe mediat që të mos bien pre dezinformatave dhe të verifikojnë çdo informacion para se ta shpërndajnë. Komuna e Tetovës do të vazhdojë të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm për sqarimin dhe zbardhjen e këtij rasti.